cilat janë 7 produktet që ju duhen për të bërë një fasadë termoizoluese. I pari është astari Weber Prim Akril G, i cili është i detyrueshëm për t'u aplikuar në çdo mur apo në çdo fasadë për të cilën ju jeni duke menduar për ta termoizoluar. Më pas është ngjitësi dhe rrafshuesi Weber Term Special, të cilin e keni në 2 funksione, mund ta përdorni edhe për të ngjitur panelet termoizoluese, por edhe për të rrafshuar rrjetën masive. Më pas kemi përdorimin e upave që është po i domosdoshëm dhe i rëndësishëm, sepse i fikson më mirë panelet termoizoluese. Pas kësaj faze jemi në, le të themi, rrjetëzimin e fasadës dhe vendosjen e këndoreve dhe pikoreve që janë shumë të rëndësishme, sidomos rrjeta masive përbërë me fibra xhami, e cila nuk lejon që fasada të ketë shkëputje apo plasaritje me kalimin e viteve. Pas kësaj kemi përsëri astarosjen dhe aplikimin e astarit Weber Prim Akril G, dhe pas kësaj jemi gati për të aplikuar grafiaton Weber Ten Extra Clean, të cilën mund të aplikoni të bardhë, por edhe të ngjyrosur sipas kërkesave që ju mund të keni.